Kalkuta, qyteti 20 milionësh, është ndarë tashmë me njeriun më të dashur, Nobelisën shqiptare Nën Tereza. Zemra e kësaj bie të Shqipërisë dhe motor e gjithë botës, pushoi së rrahuri më 5 shtator në një lagje të varfër të qytetit, ku ajo jetoi për shumë vite, Kalkutës. Qyteti i varfër indian, por edhe të gjithë të varfrit në mbar botën, humbën njeriun që ja kushtoi jetën njerëzimit, humanizmit, paqes e mirësisë. Kalkuta tani duket edhe më e varfër. Aty mungon themeluesja e urdhrit të dhimbshurisë, që e nisi misionin në këtë qytet në vitin 1946 për ta vazhduar mëtej në të gjithë Indinë, në Afrikë, Australi e kudo ku kishte të varfër, jetim, pleq e të sëmurë. Nga Shqipëria shkoi në Kalkuta për t'i bërë nderimet e për të përcjellë në banesën e fundit njeriun e paqes, presidenti i Republikës Recep Mejdani, zëvendës kryeministri Bashkim Fino, deputeti Nikol Lesi e zyrtarë të tjerë. Let's say in English quite heavy. It's
Koshi, përfaqësuesit e Kishës Katolike Shqiptare, kryesuar nga Monsinjor Rok Mirdita, arqipeshk i Tiranës dhe i Durrësit, bën homazhe pranë trupit të Nën Terezës të vendosur në kishën e Shën Tomës. Në prani të motrave të Nën Terezës dhe përfaqësuesve të kishës, presidenti Mejdani dhe personat që shoqëronin qëndruan për disa qaste në heshtje në kujtim të veprës së madhe të kësaj gruaje që u nderua dhe u respektua nga gjithë bota. Organizacioneve të ndryshme vendase dhe të huaja për të shprehur opinionet e tij rreth vdekjes së njeriut që lasi amanet dashurinë, paqen, gëzimin për të ardhmen. Yeah, of course. And we need this spirit, this godliness to transmit some part. Miliona banor të Kalkutës, të premtë në mbrëmje, ndezën qiri kudo në rrugët e qytetit. Fasadat e ndërtesave ishin mbushur plot me fotografi e portrete të Nën Terezës. Qindra mijëra të tjerë prisnin në radhë për të bërë homazhe në kishën e Shën Tomës. Të gjitha gazetat dhe media elektronike i kushtuan një vend tepër të rëndësishëm. Të shtunën, në ora 10, në stadiumin e mbyllur Netazhi, do të fillonte ceremonia përcjelljes së Nën Terezës. Aty, presidenti Mejdani u takua me përfaqësues të shumtë. We welcome all who have come here. Those who have left their work or their leisure to travel across the world to bid farewell. Me mjaft përzemërsi, bashkëshortja e presidentit amerikan, zonja Clinton, do t'i thoshte Mejdanit: ajo ishte një bie madhe e vendit tuaj. বিশেষত
të kishës shqiptare, kishin ardhur edhe mjaft shqiptarë nga Detroiti e vendet e tjera. Mori pjesë në ceremoni edhe lideri i Partisë Demokratike Sali Berisha. Organizatorët i lanë vendin kryesor presidentit Mejdani. Por ora e parë, shqiptare, do t'i linte radhën mbi 100 të tjerave nga Italia, Franca, Amerika, Austria, Suedia, Greqia, Maqedonia e shumë shtete të tjera nga të gjithë kontinentet. His Excellency, the President of Ghana. Një familje shqiptare në Shkup. Pas 3 orësh ceremonie, trupi i Nën Terezës u përcoll me nderime nga qindra mijëra pjesëmarrës, duke lënë pas hidhërimin e madh për njeriu që përhapi në